Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zhvillimet e fundit politike dhe nga aktualiteti me avokatin e njohur Gylsen Zhdima, drejtuesi i fraksionit Reforma Reale. Jemi në rubrikën drejt zgjedhjeve me avokatin. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Ditën e sotme gjykata e ka shtyrë sërish, po zvarritet prej disa muajsh, kalimi ose jo në gjyqit dosjes Partizani, ku akuzohet nga prokuroria edhe zoti Sali Berisha. Mendoni që seanca e radhës është lënë 23 prill. Do kemi një vendim përpara zgjedhjeve të 11 majit, do kemi një pushim, një kthim apo një kalim për gjykim? Dosja Partizani është një dosje politikisht, juridikisht e shtisur, e dëmtuar për imazhin e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Pse them këtë? Sepse rasti ose dosja është një dosje komplikuar. Nuk ka rëndësi a jemi në fazën e hetimit paraprak, në seancë paraprake apo në themel. Nuk ka rëndësi a do të vazhdoj gjykimi duke u zvarritur, por ka rëndësi diçka tjetër që asnjëri nuk besoj që e ka kuptuar. Në rast se kjo çështje për Sali Berishën pushohet në këto kushte që jemi, nuk flas nga ana juridike, praktike, pushohet, dihet qartazi që pushohet çdo akuzë ndaj Edi Ramës që është bërë një veprim në Këshillin e Ministrave që është në shkelje të ligjit që Rama e ka bërë. Pra çdo akuzë që Berisha ka sot në rastin Partizani, nesër në të ardhmen me Ramën në rast se pushohet për Berishën, nuk do të ekzistojë. Është shumë e thjeshtë. Për precedentin. Pra, precedenti, nëse Berisha shkon në themel, po, do të ndiqet penalisht dhe Rama brenda 20 viteve të ardhshme, sepse vepra penale që ai mund të ketë bërë është nga 2013 deri sot që është kryeministër. Që do të thotë, Rama për 20 vite të ardhshme do të jetë në ankth, në panik, sepse mund të ndodhi edhe diçka të tillë dhe atit, duke qenë se është edhe rasti Berisha. Po në rast se gjykata thotë unë e pushoj akuzën ndaj Berishës, sepse ka edhe diçka tjetër. Tjetër është pushimi i çështjes, tjetër është pushimi i akuzës. Pra, Berisha mund të mos të akuzohet në këtë rast. Dhe mund gjykatat në seancë paraprake të thotë që çështja mund të vazhdojë. Prandaj, ka dy diferenca, por në rast se akuza ndaj Berishës bie, atëre bie çdo gjë dhe kundër Edi Ramës. Këto janë taksative dhe shkojnë të lidhura njëra me tjetrën. Pra, në rast se Berisha akuzohet për rastin Partizani, duhet të akuzohet dhe Rama për rastin Ilir Beqe, për rastin inceneratorëve që nuk ekzistojnë në Tirana, lerët të tjera që të tjerët janë në kuthret dhe Qameti. Pra, do të thotë, urdhro? Gjese, ju ndërpreva. Që do të thotë, Rama është në këtë situatë. Pra, rasti Berisha është preteksti. Në datë 23 do merret vendim në mënyrë indirekte edhe për Ramën, jo vetëm për Berishën. Pra, për të dy bashkë do merret. Ju a them me plot bidje. Rama për mendimin tim është më me hall të madh se sa Berisha. Sepse Rama ka një problem, dhe problemi është ky. Dosja Partizani, dosja Meta, rasti Kryemadhi lidhen me Edi Ramën. Çdo akuzë që është ndërtuar nga Spaku kundër këtyre nuk është thjesht vetëm për këta, është edhe për Edi Ramën. Për ata që din ta lexojmë nga aspektin juridik dhe politik, për militantët, sapuni djathtë njësoj është edhe pa bukë në shtëpi s'ka rëndësi partia, militantët, por për qytetarët të cilët kanë një ide për veten e tyre dhe kanë një njohuri juridike, e kuptojnë qartazi që çdo akuzë ndaj Berishës delegohet Ramës, Metës e të tjerëve, sepse 34 vite